Shtëpia e Bardhë ka njoftuar zyrtarisht zgjatjen edhe me një vit të gjendjes së emergjencës kombëtare në lidhje me Ballkanin Perëndimor. Përmes një urdhri të firmosur nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, Washingtoni konfirmon se situata në rajon e karakterizuar nga korrupsioni i përhapur, minimi i marrëveshjeve të pasluftës dhe tentativat për të cënuar integritetin territorial, vijojnë të përbëjnë një kërcënim të jashtëzakonshëm për sigurinë dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjendja e emergjencës, e cila daton që nga viti 2001, do të mbetet në fuqi përtej afatit të parashikuar të 26 qershorit 2026, në përputhje me ligjin për emergjencat kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Urdhri i parë ekzekutiv 13219 u deklarua më 26 qershor 2001 për të adresuar dhunën ekstremiste në Maqedoninë e Veriut të asaj kohe dhe pengesat ndaj zbatimit të marrëveshjes së Daytonit në Bosnjë apo rezolutës 1244 të OKB-s në Kosovë. Megjithatë, përgjatë 2 dekadave të fundit, fushveprimi i këtij urdhri ka pësuar ndryshime rrënjësore, duke u përshtatur me rreziqe të reja në rajon. Në qershor të vitit 2021, skup i emergjencës u zgjerua zyrtarisht duke përfshirë edhe territorin e Republikës së Shqipërisë. Shtetet e Bashkuara konstatuan se korrupsioni i përhapur gjerësisht brenda qeverive dhe institucioneve të ndryshme në Ballkanin Perëndimor, si dhe minimi i institucioneve të pasluftës, pengojnë përparimin drejt qeverisjes efektive e demokratike dhe integrimin e plotë në institucionet euroatlantike. Sipas njoftimit zyrtar të Shtëpisë së Bardhë, hapat e fundit ndaj kësaj emergjence u ndërmorën përmes një urdhri ekzekutiv të firmosur më 8 janar 2025. Ky vendim erdhi në dritën e ngjarjeve shqetësuese ku individë të caktuar në Ballkanin Perëndimor vazhdojnë të sfidojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të kombeve të rajonit. Dokumenti vën në duke se këta aktor jo vetëm që minojnë sundimin e ligjit përmes korrupsionit domethënës, por po angazhohen në mënyrë aktive për t'u shmangur dhe evaduar sanksioneve të vendosura nga qeveria e Shteteve të Bashkuara. Për këtë arsye, duke qenë se veprimet e personave që kërcënojnë paqen dhe përpiqet për stabilizimin ndërkombëtar në Ballkan mbeten një rrezik real, emergjenca kombëtare është zgjatur zyrtarisht edhe me një vit. Ky njoftim do të publikohet në Regjistrin Federal dhe do t'i transmetohet menjëherë Kongresit Amerikan për procedim të mëtejshëm.